Avokat, në optikën tuaj, si shikoni, ose më saktë, si keni parë zgjedhjet e 11 majit, të cilat prodhuan një rezultat befasues, duhet thënë, ku kryeministri Edi Rama mori 8 ditë të 3 mandate. Zgjedhje që nuk do prodhonin zgjidhje dhe për mua e tillësh. To janë zgjedhje që për çudi do të prodhojnë kriza edhe në pozitë edhe në opozitë. Prandaj duhet jemi përgatitur që nga momenti në moment mund të kemi një krizë brenda opozitës. Kemi një person që nuk i pranon kur humbjet, po këtë radhë ka me detyrim të mos pranojë asnjë humbje, pasi duhet ai vend atje në opozitë, ka qenë i përgatitur për këtë retorik, vetë argumenti nuk e ka më tashmë, që mund t'i heci, prandaj besoj që do të jetë fundi i tij. Dhe në gjithë doktrinën përcaktohet qartë ku problemet e paqes mundohesh t'i zgjidhësh me konflikt, tregon që shtyhesh në një frikacakëri. Dhe në këtë rast Berisha ka frikën e përballjes ligjore, frikën e tij, të familjes tij, edhe bizneseve të tij. Në krahun tjetër kemi një mazhorancë e cila nuk ka marrë votbesimin për të dërmuar atë pak drejtësi që kemi ne. Dhe nëse do të marrim parasysh sondazhet, sidomos momenti kur u arrestua Meta, ku të gjithë politikanët bashkë ishin me 30% pëlqim, edhe Spaku ishte ke 78% që bile, kështu luandën, mendojmë që ky popull mbi të gjitha tani do drejtësi. Asnjë lloj retorike, asnjë lloj vetbesimi politik nuk mund të tjetërsoj më dëshirën për drejtësi. Ne që jemi marrë dhe me drejtësinë, të paktën që njohim të gjitha aspektet, të njohim ndikimet, njohim vlerat, përse po e themi këtë drejtësi. Ne mendojmë që pa drejtësi nuk është kushti i parë mbi cilin ne mund të bashkëjetojmë si njerëz me njëri tjetrin. Se çfarë më detyron mua të bashkëjetoj pasaj me Ramën ose me Berishën? Forca e tyre, absolutisht jo, do ta sfidoja forcën e tyre. Ti do të vendosësh pa drejtësinë, unë po çohem, po të bëj kryengritje pasaj. Do thuash ti s'ma ndjen mua, pas mua s'ma ndjen. Mbase mas mbejë deri tjetër, edhe kështu ta sfidoj pushtetin. S'po të njoh më pasaj as gjykatat, as policinë, as gjë. Nëse ti mendon se mua do më sundosh duke më hequr drejtësinë, ta harrosh. Sikur ta bëj Super Ram, 14 metra ta bëj Zoti. Ta harroj që në këtë moment ne do të jetojmë dhe pak të minimum drejtësie. Unë i parë do të sfidoj. Nuk kam asnjë detyrim të respektoj, nuk është më shteti im ai. Ku unë nuk jam i barabartë, ku unë s'kam drejtësi, ku nuk dëshkohet një kriminal për gjërat më të rënda, ose ku policia, dhe të vazhdoj më tej, ku policia të kthehet sindikat krimi. Siç është kthyer. Pra ne boll jemi pa drejtësi. Edhe i minimum drejtësie, atëherë unë deklaroj që sot s'do njoh më shtetin shqiptar fare. Pra autoritetin e shtetit. Dhe gjithë autoriteti i shtetit fillon tek drejtësia, asgjë tjetër. Domethënë, dhe pa drejtësi nuk ka dinjitet. Nuk ka liri. Pa liri s'ka dinjitet, dhe dinjiteti është pika parë që ne do të na vërë, se tani jemi kthyer vetëm në mjete konsumuese, shohim vetëm a kemi ta ham. Se vim dhe nga një ignorancë të mërshme. Mirje, a ke të hash, ke të jetosh, ke një vërë të futush kokën, se në kanë trajtuar që është bollë për ne të ekzistojmë. Ndërkohë që kushtetutat kryesore dhe bilet deklarata universale të njeriut nis me dignitetin, ne një të saj. Pra një popull i cili nuk qeverisë në mënyrë dignitoze, të vetë qeverisi vetën,
se jemi me të mek në një sistem demokratik. Ai s'ka dinjitet. Pra ne mendojmë që këto zgjedhje do të na çojnë, është një hap i vogël drejt një emancipimi. Ne pam që me këto dy parti, me këtë kod zgjedhor, pra ky është përfundimi, ne do të nxjerrim gjithmonë këtë rezultat. Do të nxjerrim dy kuçetra politike që kanë vjedhur, po vjedhin do ta vjedhin vendin. Ne do të ndryshojmë me kod tjetër zgjedhor dhe me ide tjera dhe me njerëz të rinj. Nëse do ma lejosh të pyetje në fund, ta shpjegoj që pa njerëz të rinj nuk do ketë zgjedhje re. Do të shkojmë tek pjesa e sistemit të drejtësisë, po të ndalim pak tek pjesa e opozitës ku kreu i saj, pra konkretisht i Partisë Demokratike, Sali Berisha nuk i pranon këto zgjedhje duke reflektuar edhe ato po themi instiktet politike të pas viteve 90 apo të viteve 2000 ku nuk i pranonte rezultatet e zgjedhjeve. Pse Berisha në këtë rast nuk i pranon ato çfarë ka dalë pas 11 majit, apo ka të drejtë në kontestimin e rezultatit të këtyre zgjedhjeve? Është thjesht, e para nuk ka asnjë lloj drejti. Në mënyrë absolute s'ka drejt. Po që për drejt, kemi drejt në tjerët, që nuk në më dhanë asnjë lloj shansi për të qenë politik, se besoj kam edhe unë si person, po ka dhe tjerë si puna ime, me vokacion më të lartë, më të fuqishëm, më dinjitoz, më të besueshëm se Berisha në politikë. Me maskaralli që ka marrë vurën e PD-s, ka marrë kryesimin e saj, në mënyrë anti-statutorore, pra anti-ligjore, ka bërë kompromis me PS-n për kodin zgjedhor, dhe në vend që të përgjigjej ai për çdo votë të vjedhur partive tjera që s'ishin pranishëm aty, ai kërkon sa për votën që e pas kanë vjedhur, duke pasur njerëz të tij atje në komision zgjedhor tek numëruesit dhe në çdo segment të këtij sistemi zgjedhor. Ai po të pranoj dorëheqjen, ai duhet po të pranoj humbjen, do dorëhiqet në mënyrë automatike. Ai s'mund dorëhiqet. Ai është rikthyer në PD për të pasur një forcë politike 20-30% mire ka Berisha për hallin e tij. Të bëj presion për të destabilizuar politikën shqiptare dhe shtetin shqiptar në mënyrë që ta ketë si mjet pazari për të mos u goditur ai. Ai çdo bonte, mund fitonte zgjedhjet, e do dërgonte emisarët e tij në Amerikë, do thoshte me hiqni në ngratën, unë të bëj çfarë doni ju, ndryshe unë e shkërmoj këtu e bëj më zis sa është. Është e sigurt në gjithë, po them. Nuk mund të ketë hall më të madh një njeri që të hedhë 10 milion, se 6 i dihen. E kanë pranuar dhe një janë 3 kontrata. Një ka $6 milion. Vetëm e vetëm për të marrë një vizë. As për takuar administratën amerikane jo. As për të hequr në ngratën jo, po vetëm për të marrë një vizë. Me pretendimin se patriotë e mëdhej hajdut që janë fshehur pas tij, se ky emron patriot ky, njëse hajdut e vet. Kundërshtarit i ka anti-shqiptar. Patriotët hajdut berishian kishin nevojë për takime me të. Sa ata që paguajnë 6 milion atje, 250.000 në muaj, e kishin vështirë të vinin këtu ata. Të shmalleshin me krye hajdutin e tyre. Nuk ka kontratë tillë kaq paturshme sa kjo. Kaq palikshme. Që të shkelësh ligjin shqiptar për mua dhe atë amerikan. Të mos e deklarosh ti atë këtu, atë pikërisht momentin e zgjedhjeve.